Начальник. Начальник. A je čataj? Večer nesem tre. Dobro. Do të večer nesem ndel pi kuadri rregullon. Krajt pak. Jo. Dete një fësi. A du shtrejmë? Test 1, 2, 3. A jemi gati? A dush një, bëma një. Një, di, vemi. Dirishtë. Jetar para i. Indroj dorë. A mundet? A mundet jep? Mundet. Može? Mundet. Vedut? Shtima? Të nderuar përfaqësues të medjave, të dashur qytetar, sot kam kënaqësinë që në prezencë të Ministrit të Ambientit Qetësor dhe të gjithë përfaqësuesve të lagjes dhe institucioneve lokale të promovojmë nisjen e punimeve të rrjetit të shpërndarjes ujësjellësit për lagjen që e njohim ne si jashtë Vardarit. Kjo ka qenë një ndër nevojat më imediate të qytetit tonë, të një lagje që është zhvilluar në periudhën e fundit, por e cila nuk ka pasur asnjë investim në infrastrukturë nga ana e institucioneve. Për herë të parë, në një bashkëpunim të afërt mes pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, bëhet një investim i rëndësishëm për furnizim me ujë të pijshëm për këtë pjesë të qytetit tonë. Është një investim dikund 15 milion denar, që është nga transha e parë mjeteve të siguruara nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për vitin 2024, po ashtu në kuadër të këtij promovimi është edhe promovimi i gypit kryesor të furnizimit me ujë të pijshëm të qytetit tonë, po ashtu segmenti i parë i aty gypi nga filter stacioni në Lises deri tek bazendi në hyrje të qytetit. Me këtë edhe një herë ne falenderojmë qeverinë e Maqedonisë së Veriut, por edhe Ministrinë e Ambientit Jetësor për përkrahjet e komunave me çka ne përfundimisht po zgjidhim problemet e qytetarëve për ujë të pijshëm 24 orë që ka qenë mungesë në momente të caktuara për këtë lagje. Po ashtu dua të potencoj që këto investime në rrjetin e furnizimit me ujë të pijshëm bëhen në kuadër të një studimi që e ka bërë Komuna e Tetovës për të përmirësuar furnizimin me ujë të pijshëm, që nënkupton instalime të furnizimit me ujë të pijshëm, por edhe instalime në rrjetin e shpërndarjes së ujësjellësit. Edhe një herë faleminderit edhe Ministrisë edhe qeverisë për këtë përkrahje shumë të rëndësishme për realizim të projekteve infrastrukturore të komunës. Poštovani predstavnici na mediumite, dragi građani, deneska v prisustvu na Ministerot za životna sredina i drugi участници от институциите во централната власт и локалните институции сме тука да го промовираме започнувањето на работите на мрежата за дистрибутивната мрежа за водоснабдување на населбата во Вардарска. Се работи за една сериозна инвестиција, можеби за прв пат се инвестира од институциите тука во случајот соработка меѓу владата и општината во ова населба за проект кој се работи за снабдување со вода. Се работи за проект од 15 милиони денари, траншата од 2024 од така наречениот унгарски кредит, со кој ние го решаваме конечно проблемот со водоснабдување за овој дел на Тетово. Се работи за проект кој е во рамките на студијата која е направена од општина Тетово за подобрување на водоснабдување, каде има заклучоци, значи да се инвестира во делот на снабдување со вода и во делот на инвестирање на нова мрежа и подобрување на постојната мрежа. Уште еднаш благодарност до владата и до во случајот министерот за животна средина за ова многу важна поддршка на општините за подобрување на нивните услуги кон граѓаните.
Me kënaqësi sot jam këtu bashkë me kryetarin e komunës së Tetovës, ku kemi thonë që do jetë një revolucion i investimeve kapitale. Çdo ditë pra dikun do veprojnë bagerat edhe aty ku s'kan vepruar të kaluarën asnjëherë, siç është kjo lagje që s'ka pas një investim pra institucional. Do shkojmë cep në cep, domethënë çdo vendbanim, çdo komunë tonën, për zgjidh fatkeqësisht pra në këtë shekull pra probleme jetike të qytetarëve, siç është pra ujësillësi, sepse ato që kanë gojën plot me marrëveshjen e Ohrit, harrojnë që decentralizimi është një ndër këshillat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, dhe po ta kishim pas mendjen të marrëveshja e Ohrit të realizimi, do kishme komuna të fuqishme, me buxhete të fuqishme, dhe sot nuk do flisnim për ujësillësa dhe kanalizime, po do flisnim për çështje më të avancuara për qytetarët, për parqe, për investime më sofistikume. Sido që tjetë, ne jemi të përkushtuar dhe për ditë pra do na shihni në vendbanim tonën, komunë tonën, në zgjidhje probleme të konkrete të qytetarëve tonë, me investime kapitale, investime që lehtësojnë jetën e qytetarëve tonë. Prej Likovë deri më Struk, varësisht se komunat ku kanë aplikuar, për çfarë projekte kanë aplikuar. Pra sot jemi për ujësillësin, ditëve të tjera do të na shihni për projekte të tjera. Ka ndonjë afat kur do të përfundoj? Тука заедно со градоначалникот на Тетово, Билал Касами, со задоволство се одзвав на поканата и секојдневно сме негде на терен, секојдневно багерите работат во некој дел од нашите општини за решавање на конкретни проблеми на граѓаните. За жал, тие што се повикуваат на рамковниот договор, треба да знаат дека еден од столбовите на рамковниот договор е токму децентрализацијата, а ние затекавме најцентрализирана држава во регионот, така да тоа беше само злоупотреба во минатото, токму ние работиме во духот на рамковниот договор за зајакнување на општините, за зајакнување на фискалната децентрализација и секојдневно решаваме конкретни проблеми за граѓаните, како што во оваа населба, каде што никогаш не почувствувале инвестиција или рака институционална. Тука се работи за водовод, негде за канализација, негде за други потреби, но секој ден сме близко до граѓаните и решавање на нивните секојдневни проблеми. Ka ndonjë afat kur do të përfundoj? Ka afat atë realizosi i punimeve, sigurisht që në bazë të kontratës është edhe tabela këtu në bazë të ligjit, po nuk e kam informatën deri në farafatit. Jam domat. Jo për projektin, lidhje me projektin. Para zgjedhjeve premtu të rjetë të ri të ujësillësit edhe të kanalizimeve për gjithë qytetin. Çka? Po, unë përmenda pra me ardhjen time në kryet komunës Tetovës është bërë hapi i parë dhe i domosdoshëm që s'ka qenë ndër vite, ajo ka qenë një studim i përpiluar nga Fakulteti i Maqinerisë në Shkup, Fakulteti Ndërtimtarisë në fakt, ku kanë dalë të gjitha nevojat e përmirësimit të furnizimit me ujë në qytet, që nënkupton nga ndrimi i gypit të furnizimit me ujë të pishëm deri në përmirësimin e rjetit, që nënkupton përmirësimin e disa, disa pjesë të rjetit primar, sekundar, por edhe instalime të reja të rjetit. Pra sot jemi në kuadër të realizimit të këtij projekti apo të gjëqeve që kanë dalë nga ky studim. Ndërmarrja komunale në përditshmëri po punon për riparimin e mjetit ekzistues, por edhe me mjetet e vet apo investon në instalime të rjeteve të reja. Për më shumë detaje është edhe drejtori këtu, mund t'ja përgjigje se paralel me këtë projekt që realizohet me finansim të qeverisë, ne kemi edhe disa projekte tjera të cilat janë në realizime sipër, të cilat i realizon pra ndërmarrja. Bëhet fjalë për momentin për
do kisha thonë një rrjet ndoshta dikund mund shkoj deri 10% i riparuar dhe instalime të reja me çka ndjeshëm është përmirësuar furnizimi me ujë të pijshëm në Teto. Pra nuk është një punë që mund të bëhet as brenda një viti, as brenda 4 viteve, një punë që nuk është bërë brenda 40 viteve. Pra ne po punojmë dhe për momentin Tetova shumë më mirë furnizohet me ujë se sa që ka qenë për shkak të intervenimeve që bën të përditshme. Kur flasim tek rrjeti, domethënë aty ku hapet është një mangësi në Tetov, aty ku hapet rrjeti që ku dëmtohet edhe maja ngel grop, qoftë rrugë e re apo e vjetër. Pse ndodh kjo? A nuk e kanë obligim ligjor për ta mbyllur të njëjtën? Sigurisht që kanë obligim ligjor, nëse ka kështu situata duhet denoncon edhe inspektorati duhet të veprojë. Të shkën të vëgjet politike. Këto politike. Za kujdes. Znači, со моето доаѓање во општина Тетово, првата работа што беше направена во делот на снабдување со вода беше да се нарача студија од каде, значи, од професионален аспект ќе се дојде до решение. Студијата е направена од Градежниот факултет во Скопје, каде се произлезени сите активности, проекти кои треба да се реализираат за Тетово да има неспречено снабдување со вода. Во моментот сме во фаза на реализација на делот на одјањата кои се во таа студија. Значи таму е предвидено да се инвестира во делот на снабдување со вода, во делот на инвестирање во нова мрежа за дистрибутивна мрежа до инсталирање на водомери и репарирање на постојната мрежа. Значи, во моментот, паралелно со реализација на овој проект, со поддршка на владата, предпријатието реализира и други проекти за нови линии од дистрибутивната мрежа, но перманентно подобрување и на постојната мрежа. Сега не знам дали сте кажале до сега, а со овој вториот дел од унгарскиот заем, што ќе добиете, што ќе градите? Ќе имаме време тоа да ги промовираме. Сега сме во фаза владата да ги селектира, да ги анализира и да одлучува кои ги исполнуваат условите, и во текот на овој месец мислам дека тоа ќе се заврши. Се надевам дека во јуни ќе ги имаме договорите и тогаш ќе ги промовираме. Kjo pjesë nuk ka dhe kanalizim, janë afër 500 shtëpi. A do vendosite dhe kanalizimi tash apo vetëm rrjeti secili? Po, pra bëhet fjalë për projekte të ndryshme me financime të ndryshme. Shumë shpejt do të nis edhe rrjeti i kanalizimit edhe fekal edhe atmosferik për VIP-in kryesor që shkon nga Universiteti i Tetovës, që do të kaloj përmes fabrikës Tetexit dhe do dalë te rrjeti kryesor që është pranë hekurudhës qytetit. Me këtë përfundimisht do zgjidhet edhe problemi i ujrave atmosferike që janë reqis të vogël, por edhe kanalizimi fekal i kësaj lagje edhe i pjesës Tetexit ku ka vesh më ndërtime si për ndërtime të reja. E kur thoni shumë shpejt, pasi të përfundoj kjo njëkohësisht? Jo, unë mendoj se shumë shpejt jemi në përmbyllje të marrëveshjes me Tetexin. E dini që në Këshill kaloi donacion, ai projekt do të realizohet një pjesë si donacion, një pjesë me financim të komunës. Si të përfundojnë këto procedura administrative, unë besoj që tash mos jap afate, po unë besoj që brenda muajit mund të fillojnë edhe aty punime. Zotëri Mexhiti, pse nuk kemi ende diçka konkrete për ligjin për përfaqësim drejt, a pritet që ky proces dëmtohet me daljen e Aleancës për shqiptarët në opozitë, edhe cili është roli i profesoreshës Tanja Karakamisheva në këtë grup të punës? E para, normal që kur kemi të bëjmë me ligje, me akte ligjore, secili subjekt është angazhon, domethënë, ekspertët e vet. Domethënë, nëse ne kemi ekspertët tonë si vlen, profesor eminent nga universitetet tonë, Universitetit të Tetovës, i Shtulit, i Nën Terezës, ato kanë profesorët e tyre, nuk dëmtohet, mendoj që në përfundim është dhe së shpejti do kemi pres konferencë. Значи, за кратко ќе го објавиме, значи, конечното решение на Законот за правична застапеност, а во однос на имињата кои што работат како експерти, секој политички субјект и владата ангажира повеќе имиња, секој се одлучува за кого ќе ангажира. Ние може да кажеме, значи,
нашите експерти се од трите универзитети, Тетовски, од Штуловиот и Мајка Тереси. Nëse vëmëroja e merr Ministrinë e Shëndetësisë, do merret ndonjë ministri në kompenzim apo çfarë do ndodh? A mund të sjaroj unë kërkesë unë e nxora si temë. Më thënë, për të sjaruar nuk ka bisedime për këmbim të ministrive. Unë dhash një deklarat që një ndër shkaqet se kemi marrë Ministrinë e Shëndetësisë ka qenë që drejt përse drejti, më thonë, Arben Taravari ka kërkuar që të jetë Ministri i Shëndetësisë dhe sigurisht kur bën kombinaturikat për pozicionet përgjithësi që duhet të ndahen, mbahet edhe në bazë të kuadrave, kapaciteteve që i kemi. Unë thash si një mundësi që nëse do ketë nga vlen ndonjë kombinatorik tjetër për ndonjë kuadër tjetër që është më i rëndësishëm, do ta bisedojmë me qeverinë që të ketë rokat. Por për momentin pra nuk është fol. Mbetet Ministria e Shëndetësisë tek vleni, më thonë pozicionet që i ka pas të gjithë mbeten tek vleni, por sigurisht që në bazë të rrethanave të reja me daljen e Arben Taravarit jemi të gatshëm të bisedojmë për kombinatorikat të re. Po për momentin nuk ka kështu bisedim. Martje zoti Taravari akuzoi domethënë për daljen e tij se që është shumë i pakënaqur nga ajo se si punon vlen qeveri për arritjet edhe kështu me radhë. Kto e thot pas një viti qeverisje, bashkëqeverisje me ju në vlen, si e komenton? Qeveria është stabile, qeveria punon për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Ne me brengosemi, domethënë që qytetarët ta kenë më mirë, ata të tjerë të brengosen dhe t'ja lehtësojnë akmetit. Mirë po secili do përgjigjet para strukturave të veta dhe në zgjedhjet që vinë pra lokale. Pra për ne, prioritet mbi prioritete është qytetari dhe votuesi janë. Pa doje ka nekoj se Greqi kako da molestin në Akmeti, njes kažuvame dhe ka i potvrduame dhe ka vlanat e stabilna i za nas prioritet nad prioritetite se građanite, glasačite i nije se trudimo kako danas, znači se krenemo da vidimo blisko do njih i da rešimo njihni problemi, doje ka drugite mislat kako da olesnat na Akmeti. BDI kërkoi zgjedhjet e parakohshme. Da izjava Kasami. Znači za promeni, ja rekao po druga prilika, дека комбинациите кои се прават во однос на поделба на одговорностите за водење на владата се прават и нели со договор, политички договор, но и согласно капацитетите, кадрите кои ги имаат одредени партии кои се дел од владината коалиција. Министерството за здравство беше побарано од нас и поради тоа што нели член на досегашната коалиција беше Арбен Таравари, тој го побара тоа како ресор. Сега со неговото заминување, ние како Влен сме спремни да разговараме и за такви комбинации, но нема преговори во делот на владата за рокади и во моментот, се додека нема нова ситуација, сите позиции кои беа досега остануваат во Влен. За секаква нова комбинација ќе бидете информирани согласно нели тоа што ќе биде како ситуација, како има. Të BDI gjë kërkoi zgjedhjet e parakohshme dhe me 9 deputet sa keni tani, a kanë legitimitet shqiptare se 22 janë në opozitë. Zoti Kasami. Kur gjë e re, do me thonë, nëse kujtohet, fillim antarësin e mbonin pra me gënjeshtrat që do kthehen për 1 muaj, për 2 muaj, mandej për vit 3, mandej për tjera, do me thonë tash është rrejna e radhës, do me thonë që do kthehen së shpejti, dhe këtu i kuptoj se shohin që ju ik antarësia, ju ik struktura dhe nuk ka asgjë të re. Se përket deputetëve, mendoj që loja nuk ka përfundu, loja ka fillu. Nëse dikush ka mendu që me lëvizjen e zotit Taravari ka përfundu loja, atëherë do shohim, domethënë, në vijim se kjo lojë, domethënë, do vazhdon dhe do luhet në terrenin e frontit evropian. Kjo është, mendoj, ajo që mund ta them. Dërsa ne jemi të përkushtuar për ditë në realizimin e programit, premtimeve dhe ofert qytetarit votuesit tonë. Një akuzë zgjedh zënës drejtori i drejtorisë për rrugë bëri se brenda 4 viteve të ardhshme nuk do realizohet rrugat e tonë prezident. Kush e bëri? Lazim zënës drejtori. Mirë është zënës drejtori tregon një herë këto 9 muaj çka ka bëu për atë projekt.
që kanë realizuar në qeveri, sa kanë luftu për këto projekte dhe mandej të marrin drejtën e opozitës. Ajo që mund ta them, domethënë edhe që e shohin qytetarët, nëse e marrim korridorin 8, se kisha akuzë edhe kështu më herët, e thamë se është trefishu puna e realizimit të korridorit 8, është trefishu ekspropriimi i tokës, domethënë në korridorin 8, është dyfishu apo trefishu intensiteti i punës në rrugën Kërçov-Strug, ku brenda qeverisë së SBD-s ka pas diku 14 viktima e më tepër, domethënë për shkak se janë tallë me atë rrugë, dhe këto ditë hapet edhe tenderimi për rrugën Shkup-Blac për ta përfunduar një herë për gjithmonë, sepse derisa ato ishin në qeverisje, ju e dini se sa promovime kanë pas, sa herë kanë hap kështu projektime, sa herë kanë kërku votën për atë rrugë dhe mund shkojmë bashkarisht ta shohim se nuk janë realizuar tamam as ato 2 kilometra rrugë. Pra, mendoj që nuk kanë drejt morale ato të flasin për realizim projektesh, për realizim rrugësh, ndërsa më vjen keq që këto që nuk e patën domethënë prioritet interesin e antarësisë së vet, gojen plot pra në rrugën Arben Xhaferit dhe përfunduan pra në rrugën Ali Ahmetit, pra i qoftë për hajër ajo, ne vazhdojmë pra si blok i fuqishëm, si vlen, të përkushtuar në realizimin e projekteve dhe vetë puna pra do flet për dallimin dhe ndryshimin ndërmjet neve dhe atyre. Zotëri Mexhiti, para një muaji paralajmëruat se do të pastrohet deponia në një kushtak në Liko, ende nuk është, çfarë është puna aty? Punojmë domethënë jo vetëm në deponinë në kushtak, punojmë nëpërmjet Bankës Evropiane për Zhvillim 50 milion euro me përkushtim të plot për domethënë për ta zgjidhur problemin e deponive regionale në nivel republikan, siç po punojmë edhe tek deponia Rusi në këtë ditë do dalim, me projekte konkrete, me investime konkrete, po mendoj që nuk mundemi brenda 7-8 muaj të zgjidhim diçka që nuk është zgjidhur 20 vite, 30 vite. Faleminderit. Mirë.